Përshëndetje, unë jam Ajla Maksuti, jam ish studente shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Epoka. Jam Kej Hysi, e diplomuar nga Universiteti Epoka në vitin 2018 në degën informatikë ekonomike. Epoka ka qenë gjithmonë lider në botën akademike, sidomos në Shqipëri, gjithmonë ka kryesuar listat e gjithë universiteteve, qoftë atyre shtetërore dhe atyre private, kështu që unë jam shumë e fat që kam përfunduar studimet këtu. Do t'i thoya gjithë studentëve të zgjidhnin Epokën edhe për vetë faktin që mësimi në anglisht është një mundësi shumë e mirë për të studiuar edhe jashtë, qoftë për master apo doktoraturë. Është një ndihmë shumë e madhe që Epoka ta ofron. Për mua, eksperienca në Universitetin Epoka ka qenë një piknisje në rrugtimin tim, pasi aty gjeta pasionin tim. Sot jetoj në Mëni dhe jap leksione studentëve të bachelor, masters dhe PhD në fushën e sipërmarrjes inovacionit. Pra piknisja ishte pikërisht aty në Universitetin Epoka dhe do thoja që edhe pse u largova për disa vite, e di që sa rikthehem e gjej veten dhe i gjej njerëzit e mi këtu në Epokë. Edhe mendoj është diçka që nuk e shohim shpesh, që në një event që një universitet organizon për Alumni Reunion, të rikthehen më shumë se 600 të diplomuar. Kjo tregon shumë atë lidhjen emocionale që ne kemi me këtë universitet, sepse aty morëm ato bazat për karrierën tonë, morëm vlerat dhe gjithashtu gjetëm veten, gjetëm njëri tjetrin.